Në sektorin e turizmit, pa marrë parasysh potencialeve të mëdha, të pashfrytëzueshme, kemi pa që mungojnë turistat për shkak të një oferte jo të diversifikuar ose pothuajse edhe të mangët. Për këtë arsye kemi punuar me disa komuna. Komunat e kanë prioritet zhvillimin e turizmit dhe këtë prioritet e kemi diskutuar edhe me SDC-n dhe projektin i cili është zbatuar nga SPIS kontakti në bashkëpunim me Asociacionin e Komunave të Kosovës. Masterplanet që do të prezantohen sot, besojmë që janë tejet inovative, janë zhvilluar nga ekspertë ndërkombëtar të cilët ne i kemi mbështetur. Zona e Gollakut gjithashtu është masiv malor, e cila përban ose përfshin një territor mjaft të madh që shtrihet në 7 komuna të ndryshme të Kosovës. Dhe kjo është projekti që ne duam ta zhvillojmë përpara dhe që duam ta investojmë deri në fund. Ka jo vetëm potencial të madh, por sepse do të ketë edhe zotimin e komunës sonë për zbatimin e saj. Komunat kanë ardhur në stadion e zhvillimit të tillë që infrastruktura e fortë në shumicën e komunave të Kosovës dhe e shohin si një mundësi të mirë të investimit tash në fushën e turizmit. Kemi të parkun e Blinajës, kemi shpellën e Gadimes, qytetin e vjetër të Janjevës, gjitha këto i mundsojnë që komuna Lipjani të jetë një atraksion i mirë. Ky plan strategjik është një hap i rëndësishëm drejt ndryshimit të kahut të zhvillimit të unikut, duke përcaktuar një vizion të përbashkët të bazuar në trashëgiminë natyrore, kulturore dhe potencialin e pasur të zonës. Pra Uniku me kaq pak banor është në listat botërore të turizmit.